Ndër të tjera në lajme do të ndiqni, Ankaraja konfirmoi se samiti i NATO-s vitin që vjen do të mbahet në Tiranë. Reagon Rama, Shqipëria thot atë që bën dhe bën atë që thot. Shqipëria rriti investimet në mbrojtje në përmbushje të angazhimeve si vend antar i NATO-s. Buxheti për mbrojtjen këtë vit arrin 69.2 miliard lek. Banka e Shqipërisë forcoi stabilitetin monetar dhe financiar gjatë 2025-s. Guvernatori Sejko tha se banka avancon drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Përshpejtojnë punimet në aksin Elbasan-Rogozhin. Ministri Infrastrukturës Karakaçi tha se është realizuar 87% e projektit. Ju përshëndet zonja dhe zotëri, do të me bashkë me lajmet qendrore. Nga Ankaraja, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte njoftoi se samiti i radhës i NATO-s do të mbahet në Tiranë. Rutte tha se mbetet për të përcaktuar vetëm koha se kur samiti do të mblidhet në kryeqytetin shqiptar. Në reagimin e tij, kryeministri Rama tha se Shqipëria bën atë që thotë dhe thotë atë që bën. Samiti i radhës i NATO-s do mbahet në Tiranë. Konfirmimi erdhi nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte gjatë konferencës për shtyp në mbyllje të punimeve të samitit që këtë vit u zhvillua në Ankara. I pyetur nga gazetarët, Rutte tha se ende nuk është përcaktuar koha, ndonse më herët ishte parashikuar qershori vitit 2027. Samiti tjetër do të mbahet në Shqipëri. Ky ishte vendimi i Hagës. Samiti do të mbahet në Shqipëri, por do të na duhet të vendosim për kohën. Pas kësaj deklarate reagoi kryeministri Edi Rama, i cili duke ju referuar zërave për anulimin e mbajtjes së këtij aktiviteti në Shqipëri, rikonfirmoi organizimin në Tiranë. Po si thanë, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Kështu thanë, po ka ikur ajo kohë kur bëj çfarë të donin të tjerët me Shqipërinë. Tani Shqipëria bën atë që thotë dhe thotë atë që bën. Në përfundim, krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve antare të NATO-s miratuan deklaratën e samitit të Ankaras, duke rikonfirmuar angazhimin e palëkundur ndaj mbrojtjes kolektive, sipas nenit 5 të Traktatit të Atlantikut të Veriut, përballë kërcënimit afatgjat që paraqet Rusia dhe rrezikut të vazhdueshëm nga terrorizmi. Gjatë vitit 2025, vendet evropiane antare dhe Kanadaja rritën investimet në mbrojtje me mbi 139 miliard dollar. Në samit u njoftuan gjithashtu prokurime të reja ushtarake me vlerë mbi 50 miliard dollar, si pjesë e forcimit të kapaciteteve industriale dhe teknologjike të mbrojtjes. NATO konfirmon mbështetjen e palëkundur për Ukrainën, ndërsa aleatët u angazhuan të ofrojnë gjatë vitit 2026 ndihmë ushtarake, pajisje dhe trajnime me vlerë 70 miliard euro, duke synuar ruajtjen e të paktën të njëjtit nivel mbështetjeje edhe në vitin 2027. Deklarata thekson gjithashtu investimet në inteligjencën artificiale, sistemet pa pilot, mbrojtjen ajrore e raketore dhe zhvillimin e një infrastrukture të përbashkët digjitale ushtarake transatlantike. Në fund, aleatët ritheksuan se Irani nuk duhet të zotërojë armë bërthamore dhe i bën thirrje të respektojë lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Shqipëria ka arritur në mënyrë të konsiderueshme investimet në sektorin e mbrojtjes në përmbushje të angazhimeve të saj si vend antar i NATO-s. Sipas ministrit Malaj, buxheti për mbrojtjen për vitin aktual ka arritur 69.2 miliard lek. Shqipëria ka rritur ndjeshëm investimet për mbrojtjen dhe sigurinë në kuadër të angazhimeve të saj si vend antar i NATO-s, duke mbështetur modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri i Financave Petrit Malaj ka publikuar të dhëna mbi ecurinë e shpenzimeve për mbrojtjen, duke bërë të ditur se buxheti i këtij sektori është rritur nga 24.1 miliard lek në vitin 2020 në 52.6 miliard lek në 2025, ndërsa për vitin aktual ka arritur në 69.2 miliard lek. Shqipëria po vijon të përmbush me përgjegjësi angazhimet e saj në kuadër të NATO-s, duke rritur në mënyrë të qëndrueshme investimet për mbrojtjen e sigurinë, ka thënë Malaj. Sipas ministrit, rritja e financimit për mbrojtjen ka krijuar mundësi për modernizimin e forcave të armatosura, përmirësimin e kapaciteteve operacionale dhe forcimin e kontributit të Shqipërisë në sigurinë e përbashkët të aleancës. Të dhënat e publikuara tregojnë se investimet në mbrojtje kanë ardhur në rritje të vazhdueshme gjatë viteve të fundit, duke reflektuar prioritetin e vendosur për sigurinë kombëtare dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara në kuadër të NATO-s. Rivlerësimi i pronave me taksën 5% ka nxitur dalje në treg të më shumë pronave, ka ulur kostot për qytetarët dhe ka lehtësuar blerjen e banesave me kredi. Ekspertët e pasurive të palueshme u bëjnë thirrje qytetarëve të mos e lënë aplikimin për në fund të vitit.
Më shumë kursim, një numër më i madh pronash në treg dhe më tepër mundësi për ata që duan të blejnë një shtëpi me kredi, janë vetëm disa prej përfitimeve që sjell procesi i rivlerësimit të pronave, tashmë me 5% nga 15 që ishte më parë. Kështu është shprehur eksperti i pasurive të paluajtshme Ervin Demergjiu në një intervistë për televizionin Skan, i cili theksoi ndër të tjera se shteti po ashtu mbledh më tepër fonde nga ky proces. Përfitimet realisht janë goxha të mëdha, dhe përfituesit kryesorë kanë qenë pikërisht personat që kanë shitur tani dhe kanë ndjerë vërtet kursimin, sepse nëse shesim një pronë një kohë normale paguajmë 50% dhe sot nëse bëjmë rivlerësimin paguajmë vetëm 5%. Kanë dalë në treg prona që nuk dilnin prej vitesh në treg. Nuk dilnin prej vitesh sepse kishin një barë goxha të lartë të taksës dhe ishte pikërisht kjo barë takse që nuk i bënte të dilnin në treg sepse nuk ishin konkurruese dhe klientët nuk e shikonin të arsyeshme të shisnin. Pavarësisht se afati i fundit për rivlerësimin e pronave është data 31 dhjetor, eksperti i bën thirrje të gjithë qytetarëve që kanë një pronë për të rivlerësuar, që ta kryejnë atë sa më shpejt, me qëllim që të shmangen problematika që sjell fluksi i aplikimeve në ditët e fundit. Ne kemi zakon faktikisht që i lëmë për në fund të vitit, dhe faktikisht afati i fundit për aplikim është 31 dhjetor, por mos i lëmë për në fund, sepse shpeshherë kemi parë në rivlerësimin më parë që fundi procesit ka pas problematika, duke qenë se ka një dyndje kërkesash, aplikimesh, ka pas bllokime dhe shumë qytetarë në fund kanë ngellur pa i bërë dot aplikimet. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve njoftoi pak ditë më parë se 104.3 milionë euro është kostoja fiskale e kursyer nga tatim paguesit gjatë periudhës mars-qershor 2026, falë rivlerësimit të pasurive të paluajtshme. Kantierët e korridorit 8 po avancojnë, punimet në aksin rrugor Elbasan-Rogozhin, pjesë e rëndësishme e këtij korridori, po ecin me ritme të shpejta dhe Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi thotë se realizimi fizik i projektit ka arritur në 87%. Punimet për ndërtimin në aksit Elbasan-Rogozhin, pjesë e korridorit 8, po vijojnë me ritme të mira, ndërsa realizimi fizik i projektit ka arritur në 87%. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi bëri të ditur se në 6 fazat e para të zbatimit janë drejt përfundimit të gjitha veprat e artit. Ndërkohë, në segmentin papër ura e Grykshit, faza 2, kanë nisur punimet për shtrimin e shtresave asfaltike dhe vendosjen e elementeve të sigurisë rrugore. Sipas ministrit, përfundimi i këtij aksi do të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin, duke shkurtuar kohën e udhëtimit dhe duke rritur sigurinë rrugore. Përfundimi i këtij aksi do të sjellë përfitime të shpejta për qytetarët dhe bizneset, do të shkurtojë kohën e udhëtimit, do të rrisë sigurinë rrugore dhe do të mundësojë lidhjen me zonave përreth, ka thënë ministri Karakaçi. Elbasan-Rogozhin është projektuar si autostradë kategorisë A, ku shpejtësia e lëvizjes është parashikuar të jetë 130 km/h. Të renditur në listën e ekonomive me rritjen më të lartë në Europë, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, vendi ynë pritet të ketë një rritje mesatare ekonomike 3.19% në vit gjatë periudhës 2027-2031. Ekonomia shqiptare pritet të rritet mesatarisht me 3.19% në vit gjatë periudhës 2027-2031, sipas projeksionit të FMN-s. Në grupin e ekonomive me ritme të larta zhvillimi, përfshihet edhe Shqipëria. Performanca ekonomike e Shqipërisë mbet e dukshëm mbi mesataren e parashikuar për Eurozonën dhe Bashkimin Evropian. Sipas perspektivës ekonomike më të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomitë më të mëdha të Europës pritet të përballen me ritme më të ngadalta zhvillimi. Për periudhën 2027-2031, ekonomia e Eurozonës parashikohet të zgjerohet mesatarisht me 1.2% në vit, ndërsa ajo e Bashkimit Evropian me rreth 1.4%, dukshëm në ritmin mesatar global prej 3.2%. Megjithatë, disa ekonomi më të vogla në kontinent pritet të dallohen për performancë dinamike. Malta kryeson listën me një rritje mesatare vjetore prej 3.96%, e ndjekur shumë afër nga Kosova me 3.95%. Në vendin e tretë renditet Ukraina me një normë të pritshme prej 3.78%, e mbështetur kryesisht nga investimet që lidhen me rindërtimin e vendit pas luftës. Edhe Serbia pritet të regjistrojë ritme të qëndrueshme, rreth 3.52% në vit, e nxitur nga projektet e mëdha publike dhe përgatitjet për organizimin e Expo 2027. Guvernatori Bankës së Shqipërisë Genseko ka deklaruar se Banka e Shqipërisë do të vijojë të monitorojë rreziqet që lidhen me kreditimin për pasuri të paluajtshme. Ai theksoi se forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, ndërsa janë shtuar kontrollet ndaj zyrave të këmbimit valutar.
Banka e Shqipërisë do të vijojë të monitorojë rritjen e kredisë për pasuri të paluajtshme, kreditimin në valutë, përqendrimet sektoriale, cilësinë e kolaterali dhe balancën midis afateve të aktiveve dhe detyrimeve të bankave. Teksa ka raportuar për zbatimin e rekomandimeve të Kuvendit dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë në Komisionin Parlamentar për nisma qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Guvernatori Genceko ka thënë se Banka e Shqipërisë forcoi stabilitetin monetar dhe financiar. Ndërkohë, sa i përket kreditimit për pasuri të paluajtshme, ai ka theksuar se banka ka forcuar mbledhjen e të dhënave për kredit për banesa. Që prej vitit 2021, leku është në një trend të shpejtë të vazhduar forcimi ndaj euros. Sipas analizave tona, ky trend është mbështetur nga rritja e të ardhurave nga turizmi, remitancat, investimet e huaja direkte, të ardhurat nga puna dhe përmirësimi i pozicionit jashtëm të ekonomisë. Në ekonomi ka hyrë më shumë valutë dhe besimi ndaj lekut është rritur. Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Lidhur me kursin e këmbimit, guvernatori u shpreh se forcimi i lekut ka ndihmuar në mbajtjen nën kontroll të rritjes së çmimeve. Banka e Shqipërisë ka rritur ndjeshëm vëmendjen mbikëqyrëse ndaj zyrave të këmbimit valutor, si një sektor me ekspozim të lartë ndaj rreziqeve që lidhen me qarkullimin e parasë fizike dhe me kontakte drejt për drejt me publikun. Gjatë vitit 2025 janë kryer 27 inspektime, vendosur 201 gjoba dhe janë revokuar 80 licenca. Banka e Shqipërisë ka trajtuar rritjen e kredisë për pasuritë paluajtshme si burim të mundshëm rreziku për stabilitetin financiar. Për këtë arsye, banka ka forcuar mbledhjen dhe analizën e dhënave për kredit për banesa, prona tregtare, ndërtues dhe projekte imobiliare. Në maj të 2025-s, Banka e Shqipërisë miratoi kufi të sipërm për 2 tregues kryesor, madhësinë e kredisë në raport me vlerën e pronës dhe peshën e këstit mujor në raport me të ardhurat e huamarrësit. Përsa i takon rekomandimeve të tjera, ndërtoi edhe për afrime me kuadrin e Bashkimit Evropian, Banka e Shqipërisë po çon përpara një paketë reformash ligjore, ku në qendër të saj është ligji i ri për bankat. Inflacioni në muajin qershor u rrit në 3.2%. Presioni kryesor mbi çmimet erdhi nga ushqimet dhe nga grupi qira, ujë dhe energji elektrike. Inflacioni në Shqipëri u ngjit në qershor mbi objektivin e Bankës së Shqipërisë, duke rihapur vëmendjen te curia e çmimeve dhe të hapësira e politikës monetare për muajt në vijim. Sipas të dhënave të Instat, norma vjetore e inflacionit e matur përmes indeksit të çmimeve të konsumit arriti në 3.2% në qershor të vitit aktual, nga 2.4% në të njëjtin muaj të një viti më parë. Krahasuar me majën, çmimet e konsumit shënuan një rënje të lehtë prej 0.1%, por në bazë vjetore inflacioni tashmë ka kaluar mbi nivelin 3%, që është objektivi afatmesëm i Bankës së Shqipërisë. Ky është edhe niveli më i lartë që nga fillimi i vitit 2024. Presioni kryesor ka ardhur nga 2 zëra bazë të shportës së konsumit, ushqimet dhe qirat. Grupi ushqime dhe pije jo alkolike dha ndikimin më të madh në rritjen vjetore të çmimeve me 1.02%, ndërsa grupi qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante kontriboi me 0.96%. Kjo do thotë se më shumë se gjysma e inflacionit të qershorit është ushqyer nga produktet e përditshme dhe kostot e banimit, 2 kategori që prekin drejt për drejt buxhetet familjare. Edhe transporti dha një kontribut pozitiv në inflacion me 0.21%, ndërsa restorantet, shërbimet akomodimit dhe pajisjet e shtëpisë ndikuan me nga 0.19% secila. Nga ana tjetër, e vetmja kategori që uli lehtë inflacionin ishte grupi veshje dhe këpucë. Në terma vjetor, çmimet e këtij grupi ranë me 0.9%. Rritja më e fortë vjetore e çmimeve u regjistrua te argëtim, sport dhe kulturë me 6.1%, pasuar nga sigurime dhe shërbime financiare me 5.1% dhe qira, ujë, energji me 4.8%. Ushqimet, ndonse nuk patën rritjen më të lartë në përqindje, peshojnë më shumë në shportën e konsumit dhe për këtë arsye dhanë edhe ndikimin më të madh në inflacionin total. Ecuria e qershorit vjen në një moment kur norma bazë e interesit të Bankës së Shqipërisë qëndron në 2.5%, pas uljes së bërë në korrik të vitit kaluar. Kjo do thotë se inflacioni aktual është tashmë më i lartë jo vetëm se objektivi 3%, por edhe se norma bazë e interesit, një zhvillim që e vendos politikën monetare përballë një ekuilibri më delikat mes mbështetjes së ekonomisë dhe kontrollit të çmimeve. Në bazë mujore çmimet ranë lehtë kryesisht për shkak të transportit, ku shënuar rënje prej 4% krahasuar me majën. Megjithatë, kjo rënje nuk mjaftoi për të zbutur presionin vjetor, pasi kostot e ushqimeve, qirave dhe shërbimeve vijojnë të mbajnë inflacionin mbi nivelin e synuar nga Banka Qendrore.
Fermerët e regjistruar vijojnë aplikimet për përfitimin e kompensimit në masë 10% të vlerës së autofaturave. Sipas administratës tatimore, në vetëm 8 ditët e para janë dorëzuar 258 aplikime, ndërsa shuma totale e kompensimit e kërkuar ka arritur 735.000 euro. Procesi aplikimit të fermerëve për përfitimin e kompensimit në masën 10% të vlerës së autofaturave po vijon normalisht. Sipas të dhënave të bëra publike nga administrata tatimore, vetëm në 8 ditët e para të hapjes së procesit janë dorëzuar 258 aplikime nga fermerë të regjistruar. Prej tyre, 254 aplikime janë aktualisht në proces shqyrtimi ose janë miratuar, ndërsa vlera totale e kompensimit të kërkuar ka arritur në rreth 735.000 euro. Skema synon të mbështes fermerët e regjistruar duke u mundësuar kompensim financiar mbi bazën e autofaturave sipas kushteve dhe procedurave të përcaktuara. Përmes kësaj mase, fermerët kanë mundësi të përfitojnë 10% të vlerës së autofaturave, duke lehtësuar një pjesë të kostove dhe duke nxitur formalizimin e mëtejshëm të aktivitetit bujqësor. Aplikimi kryhet përmes platformës e-filling, ku fermerët e regjistruar duhet të ndjekin procedurën përkatëse për të dorëzuar kërkesën e tyre. Administrata tatimore u ka bërë thirrje fermerëve që plotësojnë kriteret të aplikojnë në mënyrë që të përfitojnë nga kjo skemë kompensimi. Tatimet theksojnë se procesi po vijon normalisht dhe aplikimet do të trajtohen sipas radhës dhe kritereve të përcaktuara. Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural ka marrë në shqyrtim projekt ligjin e ri për censin e bujqësisë. Kjo nisëm synoi të realizojë një skanim të plotë e të përditësuar të këtij sektori në vendin tonë. Shqipëria po bëhet gati për të kryer një fotografi të detajuar të realitetit të saj rural. Projekt ligji i ri për censin e bujqësisë ka kaluar për diskutim në Komisionin Parlamentar të Bujqësisë, ku u vu theksi te nevoja për të dhëna të krahasueshme me standardet ndërkombëtare. Zëvendës ministri i Bujqësisë Fatmir Guri u shpreh se ky proces nuk do të jetë thjesht një mbledhje statistikash formale, por do të shërbejë si shtrat për të gjitha reformat dhe investimet e ardhshme në fshat. Ky ligj krijon bazën për një fotografi kombëtare të bujqësisë shqiptare, të krahasueshme me standardet ndërkombëtare dhe evropiane. Kjo fotografi nuk bëhet vetëm për statistika formale, ajo është pjesa bazë mbi të cilat do të bazohen politikat e ardhshme që këto të jenë më të drejta, më të sakta, më të matshme. Pa këtë bazë, çdo diskutim i mbështetjes fermerëve për skemat kombëtare, investimet në infrastrukturën bujqësore, zhvillimin rural apo për afrimin e politikës së përbashkët bujqësore të Bashkimit Evropian mbetet për të përmirësuar. Censi i ri i bujqësisë vjen si një detyrim dhe domosdoshmëri për të përafruar Shqipërinë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ky projekt ligj krahas harmonizimit me legjislacionin evropian është i mbështetur fort edhe në programin botëror për censin e bujqësisë të hartuar nga FAO, nga organizmat e kombeve të bashkuara, në të cilin ne jemi mbështetur për të përcaktuar përkufizimet e njësive ekonomike bujqësore, përcaktimin e vitit të referencës, strukturën e të dhënave të mbledhura që do të mblidhen nëpërmjet i censit si karakteristikat përgjithshme toka, blegtoria, punësimi e të tjera. Dhe për këtë ne ndjekim metodologjitë dhe standardet të cilat janë të rekomanduara nga FAO për ciklin e censeve për periudhën 2020-2030. Në këtë mënyrë, sigurojmë dhe krahasueshmërinë me të dhënat në nivel ndërkombëtar përtej vendeve të Bashkimit Evropian. Nga ana e tyre, deputetët e komisionit vlerësuan rëndësinë e këtij kuadri ligjor për orientimin e fondeve publike dhe investimeve strategjike. Kërkohet të hartohet një bazë të dhenësh, se pa patur ato nuk mund të kemi subvencione dhe mbështetje për fermerët, për zhvillimin rural, për sigurinë ushqimore, për planifikimin e investimeve publike, për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Projekt ligji është i detajuar dhe në thelb që nga përgatitja që barën kryesore ose e ka udhëhequr është institucioni i statit në përputhje me parimet dhe rregullat e Eurostatit dhe të FAO-s. Me miratimin e këtij projekt ligji, Instat do të ketë përgjegjësinë kryesore ligjore për të zbritur në terren sipas parimeve të Eurostatit. Shqipëria renditet e parafundit në Ballkan për peshën e popullsisë rurale, ndërsa Bosnia-Hercegovina kryeson rajonin me gati gjysmën e banorëve që jetojnë jashtë qyteteve.
Urbanizimi ka transformuar ndjeshëm mënyrën se si jetojnë shoqëritë në mbar botën. Në dekadat e fundit, zhvillimi ekonomik, industrializimi dhe përqendrimi i mundësive të punësimit, arsimit dhe shërbimeve në qytet kanë nxitur zhvendosjen e vazhdueshme të popullsisë nga zonat rurale drejt qendrave urbane. Si pasojë, vendet ku shumica e banorëve jetojnë ende në fshat janë përgjithënie më të rralla. Sipas një analize të Visual Capitalist bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, vetëm 60 vende në botë kanë ende më shumë se gjysmën e popullsisë që jetojnë në zonat rurale. Pjesa më e madhe e tyre ndodhen në Afrikën subsahariane, ndërsa një numër më i vogël gjendet në Azinë Jugore, Azinë Juglindore, Oqeani dhe rajonin e Karajibeve. Për Shqipërinë, të dhënat tregojnë se 34.62% e popullsisë jeton në zonat rurale, ndërsa pjesa tjetër është e përqendruar në qytete. Ky nivel e rendit vendin ndër më të urbanizuarit në rajon. Krahasuar me vendet fqinje, Bosnia-Hercegovina ka përqindjen më të lartë të popullsisë rurale, me 49.2%, e ndjekur nga Serbia me 42.6%. Në Maqedoninë e Veriut afro 40% e banorëve jetojnë në zonat rurale. Shqipëria renditet e parafundit në këtë krahasim rajonal, ndërsa vendin e fundit e mban Malizi, ku vetëm 31.16% e popullsisë jeton jashtë zonave urbane. Në shkallë globale, Afrika dominon renditjen e vendeve, me popullsinë më rurale. Burundi, Malawi, Nigeri dhe Sudani i Jugut janë ndër shtetet ku pjesa më e madhe e banorëve vazhdon të jetojnë në fshat. Sipas Our World in Data, urbanizimi ka qenë një nga ndryshimet më të rëndësishme demografike të shekullit të kaluar. Në vitin 1960, rreth 2/3 e popullsisë së botës jetonin në zonat rurale. Sot kjo përqindje ka rënë rreth 43%, ndërsa popullsia urbane përbën tashmë shumicën e banorëve të planetit. Ky transformim ka qenë veçanërisht i shpejt në Azinë Lindore, Amerikën Latine dhe Lindjen e Mesme, ku zgjerimi ekonomik dhe zhvillimi i qyteteve kanë përshpejtuar migrimin e brendshëm. Parashikimet tregojnë se edhe në dekadat e ardhshme rritja e popullsisë globale do të përqendrohet kryesisht në zonat urbane, me qytetet që do të vazhdojnë të tërheqin pjesën më të madhe të banorëve të rinj. Në vitin 2025, kompensimi punojësve u rrit me 10.09% dhe zuri 33.57% të vlerës së shtuar bruto në ekonomi. Biznesi privat mbuloi pjesën më të madhe të pagave me 48.18% të totalit. Në një ekonomi ku paga mbetet treguesi më i ndjeshëm për qytetarët, pyetja se kush financon realisht punën në Shqipëri nuk është thjesht një statistikë. Ajo tregon se mbi cilët sektor mbështetet tregu i punës dhe kush mban peshën kryesore të pagave në ekonomi. Të dhënat më të fundit të Instat për llogaritë vjetore jo financiare sipas sektorëve institucional tregojnë se në vitin 2025 kompensimi i punojësve që përfshin pagat dhe kontribute shoqërore zuri 33.57% të vlerës së shtuar bruto nga 31.74% një vit më parë. Në krye mbetet sektori jo financiar ku përfshihen kompanitë private në industrinë ndërtimi, tregti dhe shërbime të tjera. Ky sektor mbuloi 48.18% të totalit të kompensimit të punojësve në vitin 2025, duke konfirmuar se biznesi privat vijon të jetë burimi kryesor i pagesave të punës në vend. Edhe pse pesha e tij është më e ulët se një vit më parë, ai mbetet larg sektorëve të tjerë në financimin e pagave dhe kontributeve. Pas tij renditet administrata publike me 29.55% të kompensimit total. Kjo do thosë se shteti vijon të ketë një rol të madh si punëdhënës dhe pagues në ekonomi, duke mbuluar gati 1/3 e pagesave që lidhen me punën. Rritje ka shënuar edhe sektori i familjeve ku përfshihen të vetpunësuarit, bizneset individuale dhe aktivitetet ekonomike familjare. Pesha e këtij sektori në kompensimin e punonjësve arriti në 18.09% në vitin që lan pas, nga 15.10% një vit më parë, duke treguar se puna e lidhur me vetpunësimin dhe njësitë e vogla ekonomike ka fituar më shumë hapësirë në strukturën e pagave. Ndërkohë sektori financiar ku bëjnë pjesë bankat dhe institucionet financiare ka një peshë modeste prej 3.38% të totalit, edhe më e vogël nga ana tjetër mbetet pesha institucioneve jo fitimprurse në shërbim të familjeve me vetëm 0.88%. Google ka përditësuar imazhet e Street View në Shqipëri duke sjellë pamje të reja me rezolucion të lartë nga qytetet, Bregdeti, atraksione turistike, zonat natyrore. Përditësimi pjesë e një nisme rajonale ku janë përshkruar mbi 103.000 kilometra pritet të ndihmojë turizmin, bizneset lokale dhe orientimin e vizitorëve vendas dhe atyre të huaj. Google ka përfunduar një përditësim të gjerë të imazheve të Street View në Shqipëri, duke sjellë pamje të reja dhe me rezolucion të lartë nga qytetet, rrugët, destinacione turistike dhe zonat natyrore në vend. Përditësimi është pjesë e një nisme rajonale që përfshin edhe Malinezi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Në këto vende, automjetet e Google Street View kanë përshkruar mbi 103.000 kilometra për të përmbledhur imazhe të reja, për të zgjeruar mbulimin dhe për të përmirësuar cilësinë e informacionit në Google Maps.
Street View mundëson përdoruesve të eksplorojnë virtualisht vende të ndryshme përmes pamjeve panoramike 360 gradë. Ky shërbim ndihmon orientim në planifikimin e udhëtimeve dhe në zbulimin e destinacioneve të reja përpara se ato të vizitohen fizikisht. Në Shqipëri, përditësimi përfshin qendrat kryesore urbane si Tirana, Durrësi dhe Vlora, por edhe atraksione të rëndësishme turistike dhe kulturore. Përdoruesit mund të shohin virtualisht rrugët dhe sheshet e kryeqytetit, bregdetin e Adriatikut dhe Jonit, qytetin e Beratit, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, si dhe syrin e kaltër, një nga monumentet më të njohura natyrore të vendit. Përditësimi pritet të sjellë ndikim pozitiv në sektorin e turizmit, duke ndihmuar vizitorët vendas dhe të huaj të planifikojnë më mirë udhëtimet dhe të njihen paraprakisht me destinacionet. Përfitimet priten edhe për bizneset lokale, të cilat do të kenë një paraqitje më të saktë dhe më të përditësuar në Google Maps. Në një kohë kur Shqipëria po njeh rritje të turizmit, mjetet digjitale po bëhen gjithnjë më të rëndësishme për promovimin e destinacioneve. Google thekson se për mbrojtjen e privatësisë, fytyrat dhe targat mjegullohen automatikisht përpara publikimit të imazheve. JetBank është aplikacioni më i shkarkuar në iPhone në Shqipëri, ndërsa në Android vendin e parë mban Temu. Renditje tregojnë se përdoruesit iPhone preferojnë më shumë aplikacionet financiare. Përdoruesit e telefonave të iPhone dhe Android në Shqipëri kanë preferenca të ndryshme kur bëhet fjalë për aplikacionet që shkarkojnë më shumë. Sipas renditjes së aplikacioneve më të shkarkuara në pajisjet iPhone, vendin e parë mban JetBank. Fakti që një aplikacion bankar renditet në krye të listës së shkarkimeve në iPhone tregon interesin në rritje të përdoruesve për shërbimet financiare digjitale dhe menaxhimin e pagesave përmes telefonit. Në vendin e dytë renditet aplikacioni i blerjeve LC Waikiki, ndërsa Temu mbyll treshën e parë. Ndryshe paraqitet panoramat e përdoruesit e Android, ku në krye të listës së aplikacioneve falas renditet Temu, duke konfirmuar popularitetin e platformës së tregtisë elektronike. Në vendin e dytë gjenden ChatGPT, ndërsa LC Waikiki renditet i treti. Në pozicionin e katërt ndodhet Wolt, aplikacioni shpërndarjes së ushqimeve dhe produkteve. Këto renditje sugjerojnë se preferencat e përdoruesve ndryshojnë, jo vetëm në bazë të nevojave, por edhe të platformës që përdorin. Ndërsa përdoruesit iPhone duket se i kushtojnë më shumë rëndësi aplikacioneve financiare dhe shërbimeve bankare, përdoruesit Android shfaqen një interes të madh për platformat e blerjeve online, inteligjencën artificiale dhe aplikacionet e shërbimeve të përditshme. Prania e ChatGPT mes aplikacioneve më të shkarkuara në Android tregon gjithashtu rritjen e interesit për mjetet e bazuara në inteligjencën artificiale, të cilat po përdoren gjithnjë më shumë për punë, studim dhe asistencë në aktivitete të përditshme. Temperaturat e larta kanë shtuar rrezikun për zjarre në vend, me emergjenca civile dhe shërbimet zjarr fikse të vendosura në gatishmëri. Nga 22 qershor janë evidentuar rreth 160 zjarre, ndërsa autoritetet bëjnë apel për kujdes në ditët kur temperaturat pritet të arrijnë 36 gradë. Temperaturat e larta kanë rritur ndjeshëm rrezikun për zjarre në vend, ndërsa strukturat e emergjencave civile janë vendosur në gatishmëri për përballimin e vatrave të mundshme gjatë ditëve në vijim. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, nga 22 qershori deri më tani janë evidentuar rreth 160 zjarre në të gjithë vendin. Pjesa më e madhe tyre kanë përfshirë sipërfaqe me bimësi, shkurre, pyje, mbetje urbane dhe zona pranë vendbanimeve. Së fundmi janë raportuar 3 vatra në zonën e Porto Palermos, por ndërhyrja e zjarrfikësve, emergjencave civile, policisë dhe shërbimit pyjori ka vënë flakët nën kontroll dhe më pas i ka shuar plotësisht. Drejtori i shërbimit zjarrfikës, Arben Cara, në Komisionin Teknik Këshillimor paraqiti planin e masave të marra. Veprimet dhe reagimet e këtyre strukturave të jenë në kohë për të evituar vatrat e zjarrit nga zonat urbane deri tek pikat më të larta, që janë pikat në zonat pyjore, në zonat e thella malore, ku dhe vështirësia e strukturave për të mbërritur atje është tashmë e dukshme dhe na bën të vështirë menaxhimin e zjarreve. Ndjekjen dhe vazhdueshme të situatës, koordinimin e përhershëm me bashkitë fëmijë atje është shumë e rëndësishme në mënyrë që ndihmat jetë anasjell. Ndërkaq edhe kreu i Qendrës Kombëtare të Urgjencës paraqiti planin e masave të ndërmarra nga institucionet shëndetësore. Edhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, bashkë me Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, me operatorin e kujdesit shëndetësor, edhe një pjesë e forcës ne kemi njësinë e helikopterit, janë në koordinim të vazhdueshëm për të qenë në gatishmëri për çdo lloj
emergjence në këtë periudhë. Sistemi paraspitalor sigurisht që është i koordinuar nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore. Ne kemi marrë masa që fillojmë që në janar me thënë drejtën me intensore verore që hapen në mbër 36 në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, duke bërë që nga zonat malore, që tim shumë mirë si ju dhe ne si që kemi me turistët e huaj, nuk është fakti që na mbazin për që na plagosën dhe s'kes të gjesh dhe të transportosh. Identifikimi këtyre zonave, shtimi i 18 ambulancave vetëm për qendra shëndetësore verore, veç faktit të shërbimit që është gjatë gjithë vitit. Dhe si thashë në janë fillohet me identifikimin, fillohet me listën e medikamente, fillohet me rekrutimin e personelit. Në ditët në vijim, temperaturat pritet të mbeten të larta me maksimumet që në disa zona të vendit mund të arrijnë deri në 35 apo 36 gradë Celsius. Përveç rrezikut nga zjarret, temperaturat e larta paraqesin shqetësime edhe për shëndetin e qytetarëve, sidomos për të moshuarit, fëmijët dhe personat me probleme kronike. Mjekët këshillojnë shmangjen e ekspozimit në diell gjatë orëve të pikut, konsumimin e ujit dhe kufizimin e aktiviteteve fizike në ambientet e hapura. Maturantët e viteve të kaluara dhe kandidatët që nuk kanë aplikuar më herët do të kenë një tjetër mundësi për të bërë pjesë e maturës shtetërore 2026. Aplikimet për formularët A1 dhe A20 do të kryen online në Albania në datën 9 dhe 10 korrik. Kandidatët që synojnë të bëhen pjesë e maturës shtetërore 2026 dhe më pas të garës për universitet, do të kenë afate të reja aplikimi. Ministria e Arsimit njofton se në datat 9 dhe 10 korrik do të jenë të hapura aplikimet për formularet A1 dhe A1Z. Procesi do të kryhet online përmes portalit i Albania nga ora 8 deri në orën 16. Kjo fazë u drejtohet kryesisht maturantëve të viteve të kaluara, kandidatëve që nuk kanë arritur të aplikojnë brenda afateve të mëparshme, si dhe atyre që duan të përfshihen në procedurat e maturës shtetërore për të vijuar më pas me aplikimin në institucionet e arsimit të lartë. Por për te afateve administrative, zgjedhja e programit të studimit mbetet një nga vendimet më të rëndësishme për maturantët, sidomos në një treg pune që po ndryshon me shpejtësi. Ekspertët sugjerojnë që maturantët të bëjnë zgjedhje të balancuara, të orientuara jo vetëm në dëshirat e tyre, por edhe në kërkesat e tregut të punës. Të bëhet kujdes në zgjedhjen e drejtimit. Ka shpesh herë mungesa për mësues matematike, mësues kimie e të tjerë. Pra do duhet që edhe sistemi arsimor të ketë një shpërndarje të këtyre aplikimeve të drejtë në mënyrë që të plotësohen nevojat reale dhe më pas këto nevoja reale garantojnë dhe punësim të sigurt. Kjo është një dilemë e brendshme e gjithkujt, e cila duhet vlerësuar nga çdo kush në bazë të aftësive dhe në bazë të atyre mundësive reale që ato kanë për të vazhduar. Tendencat e regjistrimeve tregojnë se zgjedhjet e studentëve vijojnë të përqendrohen në disa fusha kryesore. Sipas të dhënave të Instat për vitin akademik 2025-2026, në arsimin e lartë janë regjistruar 115.782 studentë. Fusha më e ndjekur mbetet biznes, administrim dhe ligj. Pas saj renditen shëndet dhe mirëqenie me 22%, si dhe inxhinieri prodhimi dhe ndërtim. Të dhënat tregojnë se interes të lartë vijojnë të kenë edhe fushat që lidhen me teknologjinë dhe profesionet teknike, ndërsa zgjedhjet e të rinjve po orientohen gjithnjë më shumë drejt programeve që ofrojnë mundësi më të shpejta punësimi. Situata në lindjen e mesme është përshkallëzuar sërish. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka mbështetur sulmet e fundit të SBA-s ndaj Iranit, duke thënë gjatë samitit të NATO-s në Ankara se veprimi ushtarak ishte absolutisht i nevojshëm. Udhëheqësit europian të NATO synojnë të bindin Donald Trump të riangazhohet ndaj aleancës ushtarake pasi presidenti i SBA-s ringjalli mosmarrëveshjet mbi luftën e Iranit dhe Groenlandën dhe nisi një valë të re sulmesh ndaj Iranit. Me të mbërritur në kryeqytetin turk, Trump kritikoi jashtër aleatët që nuk mbështetën SBA-t në luftën me Iranin dhe tha se mund ta kishte bojkotuar takimin nëse nuk do të kishte qenë miqësia e tij me organizatorin, presidentin Erdogan. Më pas, SBA-t ndërmorën sulme të reja ushtarake ndaj Iranit dhe revokuan një licencë që i lejonte
e Iranit të shiste naftë në përgjigje të sulmeve ndaj 3 anijeve cistern. Kjo ishte goditja e fundit ndaj një marrëveshje të brishtar në pushimin e një luftë që është thellësisht jo popullore në Europë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i mbrojti sulmet e reja të SBA-s si absolutisht të nevojshme dhe e minimizoi zhgënjimin e Trump me aleatët si raste të izoluara. NATO të martën ishte përpjekur të tregonte se antarët e saj europian po i kushtonin vëmendje thirrjeve të Trump për të shpenzuar më shumë për mbrojtjen e tyre dhe për të mbështetur më pak te SBA-ja, duke zbuluar një sër marrëveshjesh armësh me vlerë të paktën $50 miliard. Trump, i cili e ka kritikuar ashpër NATO-n gjatë mandatit të tij të parë dhe të dytë në detyrë, tha se ishte shumë i zhgënjur me aleancën dhe se SBA-t nuk u trajtuan mirë gjatë luftës SBA-Izrael kundër Iranit. Trump ka akuzuar vendet europiane se nuk kanë lejuar forcat amerikane të përdorin hapësirën e tyre ajrore dhe bazat në territoret e tyre gjatë luftës. Zyrtarët europian kanë thënë se ata kryesisht i kanë respektuar angazhimet e tyre ndaj forcave amerikane, pavarësisht se nuk janë konsultuar në lidhje me një konflikt që i ka trazuar ekonomitë e tyre. Shtetet e Bashkuara revokuan një licencë të përgjithshme që autorizonte shitjen e naftës iraniane. Kjo pasi një zyrtar amerikan paralajmëroi se veprimet e Iranit në ngushticën e Hormuzit ishin tërësisht të papranueshme. Shtetet e Bashkuara rivendosën sanksionet mbi naftën iraniane pasi një zyrtar amerikan paralajmëroi se sulmet e Iranit ndaj anijeve në ngushticën e Hormuzit ishin tërësisht të papranueshme dhe do të përballeshin me pasoja. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 5% pas njoftimit. Thesari SBA-s kishte autorizuar muajin e kaluar shitjet e naftës iraniane deri më 21 gusht si pjesë e marrëveshjes së brisht midis Teheranit dhe Washingtonit. Revokimi së martës e shkurton këtë periudhë mbyllje në një datë përfundimi më 17 korrik. Masa e SBA-s erdhi pas sulmeve pranë ngushticës së Hormuzit ditët e fundit. Sulmet e përgjigja e SBA-s kërcënojnë ta vënë në pikpyetje mirëkuptimin diplomatik midis Washingtonit dhe Teheranit, duke rritur rrezikun për akmarrje të mëtejshme, e cila mund të prishë negociatat mbi një marrëveshje më të gjerë. Ngushtica e Hormuzit është një nga pikat më të rëndësishme, ku përafërsisht 1/5 e dërgesave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm kalojnë nëpërmjet kësaj ngushtice. Çdo ndërprerje zgjatur mund të rrisë çmimet e energjisë dhe të rrisë pensionin mbi konsumatorët dhe qeveritë që tashmë përballen me kosto më të larta të karburantit. Eksportet e naftës mbeten një burim kritik i të ardhurave për Iranin, duke siguruar miliarda dollar në valutë të fortë të ndihmojnë në financimin e shpenzimeve qeveritare dhe të mbështesin një ekonomi të dobësuar nga sanksionet e SBA-s. Pavarësisht kufizimeve, Teherani ka arritur të zgjerojë dërgesat në vitet e fundit kryesisht në Kinë, duke i bërë shitjet e naftës një nga linjat më të rëndësishme ekonomike të vendit. Çmimet e naftës kanë rëndësishëm që nga arritja e marrëveshjes muajin e kaluar. Çmimet e arit kanë regjistruar rritje të ndihshme në tregjet ndërkombëtare duke u rikuperuar nga nivelet më të ulta të javës. Kjo lëvizje vjen pasi investitorët dhe analistët financiar po qëndrojnë në pritje të publikimit të procesverbalit të takimit të fundit nga Rezerva Federale e SBA-ve. Çmimet e arit u rritën nga niveli më i ulët gati një javor, ndërsa investitorët presin me padurim procesverbalin e takimit të Rezervës Federale me shqetësime të përtërira për inflacionin nga sulmet e reja SBA-Iran, që kanë kufizuar fitimin në metalin e çmuar. Garda revolucionare e Iranit tha se shënjestroi bazat ushtarake amerikane në Bahrain dhe Kuvajt të mërkurën, pasi SBA-t nisi një valë të resulmesh në Iranit dhe revokuan një licencë që lejonte vendit të shiste naftë, pasi 3 tank u goditën nga predha në ngushticën e Hormuzit. Çmimi i arit në vend u rrit me 0.6% pasi ra në nivelin më të ulët që nga 2 korriku. Kontrata e ardhshme e arit në SBA për dorëzim në gusht ran me 0.4%. Çmimet e naftës u rritën me më shumë se 3%. Ujeldet e thesarit amerikan u përmirësuan. Tregjet kanë rritur besimet e tyre për një rritje të normës interesit të Rezervës Federale në shtator në një probabilitet mbi 63% nga rreth 57% të martën. Procesverbali nga takimi i Komitetit Federal të Tregut të hapur të 16-17 qershorit pritet të publikoj të dhënat bjecurinë e normës interesit në drejtimin e kryetarit të Rezervës Federale, ndërsa ari shihet si një mbrojtje nga inflacioni dhe zakonisht fiton në kohë pasigurie gjeopolitike. Normat e larta të interesit kanë tendencë të rëndojnë mbi aktivin jo rendimental. Ndër metalet e tjera, çmimi i argjendit në vend u rrit me 1.3%, ndërsa platini ra me 0.2%. Kemi ardhur kështu në fund, por unë ju kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në faqen tonë në internet skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë natën e mirë.